Ju përshëndes nderuar televizionist të televizionit kombëtar Klan, mirë se vini në emisionin e përjashëm Pro Business me fokus supermarket dhe ekonomin. Do të flasim në këtë pjesë të parë për një temë mjaft të rëndësishme që ka të bëjë pikërisht për kostot e keshit në ekonomi, direkt dhe indirekt. Në fakt, nga janari i këtij viti, tashmë ka hyrë në fuqi edhe ligji që vendos një tavan qoftë për qytetarët, por edhe për bizneset sa i takon normës së përdorimit të paras kesh. Por kjo është pritur në forma të ndryshme nga qytetarët, një pjesë e kanë përqafuar duke deklaruar si një masë madje të vënuar, ndërsa një pjesë janë skeptik. Por ajo që na intereson është për të analizuar pikërisht me ekspertët e fushës. Për këtë unë kam të ftuar sot në studio zonjën Genta Ciceri, përfaqësuese e Shoqatës Shqiptare të Bankave. Mirë se erdhët. Një herësh edhe drejtore e shitjeve në rrjetin e degëve në Raiffeisen Bank në Shqipëri. Faleminderit që jeni për të sqaruar në fakt një temë kaq të ndjeshme për të gjithë qytetarët sa i përket përdorimit të keshit. Do të sqarojmë pak që në nisje kufirin, individët nuk mund të kryejnë pra pagesa me para në dorë mbi 500.000 lekë, ndërsa për bizneset transaksionet kesh mes kompanive janë kufizuara në 100.000 lekë. E thënë ndryshe, nëse një qytetar drejtohet për të blerë një produkt të mirave materiale në një dyqan me vlerë 550.000 lekë për shembull, çfarë ndodh? Pjesa e diferencës duhet patjetër të kalojë nëpërmjet bankës apo nëpërmjet pajisjeve elektronike? Po, patjetër, është sipas rregullave, vetëm shuma deri në 500.000 lekë mund të kryhen me para në dorë dhe çdo gjë tjetër mbi të duhet të kryhet nëpërmjet transaksioneve digjitale apo me karta bankare. Pra, për të sqaruar edhe një herë, gjithë qytetarët duhet të kenë parasysh dhe të tregojnë kujdes që nga 1 janari i këtij viti ka hyrë në fuqi ligji qoftë për qytetarët dhe bizneset në 2 kufin që mund t'ia theksojmë pak edhe më shumë gjithë atyre që na ndjekin. Po, Liana, është pikërisht kështu që nga 1 janari të gjithë individët duan të kryen pagesa nëpër pikashitje apo detyrime të tjera në shuma mbi 500.000 lekë, nuk mund të kryen me ato me kesh në dorë. Çdo gjë mbi 500.000 lekë do të duhet të kryhet me karta bankare apo me pagesa digjitale të formave të tjera. E njëjta gjë vlen për bizneset, po për një shumë më të ulët, pra çdo pagesë detyrimi, çdo pagesë faturash që bizneset do duhet të kryen për shuma mbi 100.000 lekë, do të duhet patjetër të kalojnë nëpërmjet kanaleve bankare. E pikërisht kjo masë që ka hyrë në fuqi ka sjellë edhe reagime të qytetarëve, ku një pjesë thonë që keshi në fakt është pak më i lirë, në kuptimin që me të njëjtën sasi parash mund të blesh të mira materiale pa paguar asnjë komision. E kundërta ndodh nëse çdo gjë e kalojmë me bankë. Si qëndron e vërteta dhe përse është krijuar ky perceptim? E vërteta është ndryshe, keshi ka shumë kosto. Ka kosto shumë të larta dhe jo vetëm për bankat, por keshi ka kosto për të gjithë aktorët e tregut. Duke nisur nga konsumatorët tek bizneset që pranojnë pagesa, shesin mallra apo shërbime, tek qeveria, bankat, shoqëria në përgjithësi. Nëse do ndalonim tek secili nga këto aktor, për konsumatorin, pa diskutim, në qoftë se do të paguash me një kartë bankare, kartën e ke në xhep, bën pagesën dhe aty përfundon gjithçka. Nëse kjo pagesa do duhet të bëhet me kesh, do detyrohesh të hypësh makinës apo të shkosh në këmbë në bank, atje do të presësh në radhë. Pra, ka koston e kohës, e cila siç e dim të gjithë është gjëja më e shtrenjtë që kemi sot, koha. Nga ana tjetër, edhe nëse përdoren bankomate, të themi, në shumë raste, nëse nuk janë bankomatet e bankës tënde, aty ku ti kryen veprimet dhe që të ka lëshuar kartën, shpesh ka komisione, të cilat individi duhet t'i paguaj. Pra, në këto raste, sugjerohet që më mirë të përdoret karta bankare direkt në pikën e shitjes, ku në shumicën e rasteve është pa komision. Pothuajse gjithmonë është pa komision. Nga ana tjetër ka kosto shumë të larta për bizneset që pranojnë këto pagesa. Pse? Ka disa kosto. Edhe nëse do të shohim ka dhe statistika për këtë gjë që thonë që për dyqane retail të mëdha, këto kosto shkojnë nga 5 deri në 15% të xhiros së dyqaneve. Dhe cilat janë pikërisht kosto e numërimit. Domethënë një dyqan i madh që pranon pagesa me kesh mund të harxojë shumë orë në vit, mbi 10 orë në javë, pikërisht për të numëruar. Praktikisht duhet një person vetëm një person i dedikuar për të numëruar keshin. Nga ana tjetër, ka kosto sepse gjatë procesit ndodhin gabime njerëzore, gjatë procesit të numërimit. Parat mund të numërohen gabim, kur klienti paguhen mund të kthehen më shumë para se sa duhet, pra dyqani ka humbje edhe në këtë pikë. Mund të ketë vjedhje të brendshme nga personeli që punon aty. Dhe këto
janë kosto që përballohen po nga dyqani. Nga ana tjetër duhen konsideruar edhe kostot që në momentin që këto pagesa mbyllen dhe para duhen dërguar në bank, jo pak raste kemi dëgjuar që mund të ndodhin dhe grabitje të parave për gjatë rrugës. Kështu që të gjitha këto janë kosto shumë të mëdha për biznesin, edhe më të mëdha se sa kostot që kanë individët. Nga ana tjetër, keshi ka kosto të prodhimit, pra Banka Qendrore që printon keshin ka kosto të prodhimit. Çdo kartë monedh që prodhohet ka kostot e saja. Ka kostot pastaja për t'i transferuar në bankat e nivelit të dytë, nga bankat e nivelit të dytë prap në Bankën e Shqipërisë. Pra të gjitha këto janë kosto që i përballojnë bankat, sistemi bankar. Por që në finale besoj bie në kurrizin e qytetarëve, apo jo, çdo kosto, gjithmonë. Është kjo mënyrë për t'ia thënë pak qytetarëve që ta kuptojnë, flasim për ata që ende nuk e kanë kuptuar rëndësinë e përdorimit të kartës apo transaksioneve bankare, të cilët ende janë me traditën e vjetër për përdorimin e keshit. Pra, si t'ia themi atyre më thjesht që për këtë shumë që është vendosur tavani, nëse përdorin pajisjet elektronike apo bankat, pra kanë zero komision, flasim për 500.000 lekë. Kanë zero komision. Zero komision. Të gjitha komisionet, sot që flasim, me kartat mund paguash me zero komision. Nga ana tjetër dhe nëse përdoren platforma digjitale të bankave për të kryer pagesa të tjera, jo thjesht blerje në dyqan, po pagesa detyrimesh, pagesa të utiliteteve, gjithsesi mund të përdoren kanalet bankare, platforma digjitale të cilat pjesa më e madhe e bankave në Shqipëri kanë me kosto zero. Kështu që konsumatori, përdoruesi i fundit, nuk ka asnjë kosto. Të gjitha kostot përballohen nga aktorët e tjerë. Po pse është krijuar ky perceptim nga qytetarët që gjoj shpesh që më mirë me kesh sepse unë kam zero kosto, ndërkohë kanë frikën e komisioneve, përse është krijuar ky perceptim? Po perceptimi ka të bëjë shumë me sa e dukshme, sa e prekshme është një kosto. Në rast se flasim për në rastin e individit, ai shikon, nuk e di, për shembull koston e një transaksioni të tërheqjes të parave në ATM, i del në nxjerrjen e llogarisë në fund të muajit, dhe kjo është një kosto që ai e shikon me sy dhe është reale. Ndërkohë që koston e kohës që harxhon për të shkuar në bank, për të pritur në radhë, për të pritur aty sa të numërohen parat, për të kthyer në shtëpi apo në punë, nuk e konsideron, sepse kjo është një kosto që nuk shfaqet asnjëherë. Sidomos me trafikun e Tiranës që duhet lëvizësh nga një vend, apo të shkëputesh nga puna, kjo është më kushtueshme se sa pjesa e një komisioni që mund të ketë në finale banka. Pra, kostot e padukshme, thoni ju, janë ato që e bëjnë të duket sikur keshi është i lirë. Dhe jo vetëm për individët, po e njëjta gjë vlen për bizneset. Për shembull, një biznes që pranon pagesa në pikën e shitjes, në POS. Çdo fund muaji ai shikon atë komisionin në nxjerrjen e llogarisë që i tregon që banka i ka mbajtur diku ndërmjet 2 deri në 3% komision për çdo veprim që është kryer në POS. Nga ana tjetër, i njëjti biznes nuk shikon në nxjerrjen e llogarisë kostot e kohës që ka harxuar për të numëruar këto para, të gjitha ato që unë përmenda më sipër, koston e humbjeve të mundshme, vjedhjeve të mundshme e të tjera e të tjera. Pra, transparenca, kontrolli, gjurmëshmëria është më e lartë nëse ne patjetër kalojmë drejt pagesave elektronike apo në bank, sepse nëse bën një pagesë në kesh, madje është e vështirë të kërkosh llogari për një produkt që ke bler dhe ta gjurmosh apo jo deri në fund. Mund të përmendja edhe një element tjetër, sidomos në rastin e individëve, si unë e ti, që në rastet të humbë portofoli, të cilin e ke plot me kesh, ato para i ke humbur për gjithmonë. Nuk i gjen më. Ndërkohë që nëse të humb një kartë bankare, në moment të raporton në bank dhe individi nuk është më përgjegjës për çfarëdo që ndodh më pas. Pra humbja është e kufizuar në minimum. Pra, sidomos në Shqipëri ndodh rëndom që nga pakujdesia, nxitimi sigurisht mund të humbas dhe pavarësisht denoncimeve në polici është e vështirë edhe të gjendet. Kështu që kjo është një siguri më e madhe me një telefonat në momentin që i ke të gjitha në sistemet bankare. Ndërkohë, flasim pak për pjesën e kostove që sërish ky është meraku më i madh dhe metodat alternative të pagesave, si variojnë ato dhe sipas jush edhe një herë si ekspert bankave që analizoni mirë riskjet, është më mirë të paguajmë kesh apo me metodat alternative? Patjetër që është më mirë të paguash nëpërmjet metodave alternative të pagesave. Është më e thjesht, me më pak kosto, me më pak humbje, të paguash me karta bankare apo me platforma digjitale, pagesa digjitale, sesa të paguash me kesh.
sidomos për ata që udhtojnë jashtë, kjo duhet jetë një kulturë dhe është një masë e domosdoshme dhe jo më çështje zgjedhje apo jo? Patjetër, nuk është pikërisht është kjo që sapo thej që nuk është dhe një çështje zgjedhje. Për të gjithë ata që udhtojnë jashtë janë ndeshur her pas here me faktin që nuk kanë mundur të paguajnë, sepse në shumë vendet e Evropës sot është e pamundur të paguash me kesh. Duhet patjetër të kesh një kartë bankare apo pagesa elektronike në mënyrë që ti të marrësh shërbimin apo mallin që kërkon. Përndryshe, le të filloj kultura e pagesave elektronike që këtu në Shqipëri për që në pastaj të përgatitur për gjithë ju që u lidhin aktivitetet jashtë dhe udhtoni jashtë. Ndërkohë, alternativat janë shumë. Edhe në Shqipëri kemi disa alternative. Folëm shumë për kartat bankare, që të gjitha bankat i lëshojnë të disa llojeve, karta debiti, karta krediti, karta me pagesa me këste, pra ka disa lloj produkte kartash në treg, ku secili nga individët mund ta gjejë veten. Nga ana tjetër janë pagesat nëpërmjet platformave digjitale. Platforma digjitale, të gjitha bankat sot në Shqipëri ofrojnë këto, pagesat mund të kryhen lehtësisht nga individi tek një individ tjetër apo drejt bizneseve, pa kosto, në shumicën e rasteve, dhe mund të përmend këtu për shembull që kostot janë ulur, do të përmend faktin që nga tetori i këtij viti të gjitha bankat janë aderojnë në SEPA. Banka e Shqipërisë bëri mandatore aderimin në SEPA. Që ka ulur ndjeshëm. Ka ulur jashtëse ndjeshëm kostot e komisioneve. Çka pritet tjetër të ndodhë shumë shpesh është edhe futja e pagesave të menjëhershme. Ato që quhen në termin anglisht instant payments, që mund t'ja shpjegojmë pak më thjesht edhe publikut. Dhe janë pagesa që tashmë ti nëpërmjet një platforme, jo vetëm brenda bankës ku ti funksionon, mund t'i kryesh pagesat në çast, por edhe ndërmjet bankave në treg, këto pagesa mund të kryhen në kohë pothuajse reale. Dhe kjo ul kohën, pra i bën pagesat shumë të shpejta, automatikisht do të ketë kosto më të lira. Kështu që dhe kjo është një risi që pritet të vinë në treg shumë shpejt. Në fakt bankat po ecin me shpejtësi në drejtim të shërbimeve digjitale në këtë drejtim dhe është për tu vlerësuar. Dhe ne theksuam që rëndësia e përdorimit të bankës apo të pajisjeve elektronike është mjaft e rëndësishme për ata që udhtojnë jashtë, për ata cilët e kanë aktivitetin të lidhur me jashtë, për ta futur dhe si kulturë dhe si facilitet, apo jo? Sepse ka shtete që nuk e lejojnë përdorimin e keshit në pagesat të ndryshme, apo dyqane në vende të ndryshme. Mirë, flasim pak për pjesën historiko-financiare. Ata individ të cilët nuk kanë një historik financiar në banka, sa të vështirë kanë për të marrë një kredi? Në mënyrë që edhe banka të plotësoj gjithë indikatorët dhe të marrë parasysh kërkesën apo të lëvroj një kredi. Në këtë aspekt sa rëndësishme është? Në fakt, është shumë e vështirë të marrësh një kredi në qoftë se nuk ke një historik me bankat. Procesi është i tillë që çdo bank bën analizën e riskut të klientit që kërkon një kredi, qoftë ky individ apo qoftë biznes. Dhe analiza bëhet bazuar në të dhëna, të cilat bazohen në historikun e këtij klienti. Dhe në qoftë se ky historik nuk ekziston, atëherë modelet, algoritmet që bankat përdoren nuk e njohin klientin, pra për ta thënë thjesht, jo histori është e barazvlefshme me historik të keq. Automatikisht banka të konsideron si një klient që nuk je skeptik, le të themi. Nuk e pik. Sistemet e pikëzimit të bankës të nxjerrin me një pikëzim shumë të dobët, i cili nuk të kualifikon për marrjen e një kredie. Ose në disa raste, ajo që ndodh nëpër banka është që bankat vendosin çmimin e kredis pra normën e interesit bazuar në profilin e riskut. Një klient pa historik me bankat ka një profil risku më të lartë dhe automatikisht mund të marrë një normë interesi të kredis më të lartë, pra të paguajë më shumë për të kompensuar për pjesën e riskut më të madh që banka po merr përsipër. Një tjetër kosto e keshit. Është penalizimi një ditë për të marrë kredi pranë bankave. Pikërisht kjo është ajo që ndodh. Ndërkohë, flasim pak për pjesën e cashless. Kur themi një ekonomi cashless apo më me pak cash në qarkullim, nuk kemi thënë zërim të keshit, sepse nuk kemi ende në atë nivel ekonomik për të arritur në zero cash në qarkullim. Për t'ia sqaruar edhe një herë qytetarëve që ajo që po bëhet përpjekje për të reduktuar keshin në ekonomi nuk është zërim i keshit, edhe një herë. Absolutisht që jo. Edhe fakti që qeveria ka lejuar që deri në një nivel caktuar pagesat të bëhen me kesh do të thotë që nuk po flasim për një ekonomi tërësisht pa kesh. Madje edhe vende shumë të avancuara, si vendet nordike, për shembull Suedia, që e ka nivelin e përdorimit në kesh ndërmjet 1 dhe 2%, përsëri ka kesh, pra ka një 2% në kesh.
Një ekonomi pa kesh do të thotë një ekonomi ku keshi nuk është mjeti kryesor i pagesës. Metodat alternative janë mjeti kryesor i pagesës dhe keshi është një rezervë. Pra është një metodë rezervë e të paguarit. Le të kemi një përmbysje në mundësinë tonë, se deri sot keshi ishte primar për çdo gjë, pra ta mendojmë pak më ndryshe për të kuptuar kosto që ka keshi tek ne në radhë të parë, por edhe në ekonomi dhe benefite që kanë sistemet elektronike dhe sistemi bankar, pra pjesa e transaksioneve. Ndërkohë do të flasim pak për pjesën e strategjisë se si do të veprohet në vitet në vijim. E kemi nisur me këtë tavan, por gjatë viteve që vijnë mund të kemi një reduktim edhe të mëtejshëm, edhe ulje të mëtejshme të normës lejuar? Tani, unë do të flasë çfarë mendoj unë, sepse këto iniciativat të qeverisë dhe patjetër që... Si e shikoni sa ko aspirojme dhe hyrje në BE dhe për shtatin me direktivat e BE-s e të tjerë? Çdo iniciativë që është marrë ndërkohë ka për qëllim integrimin sa më të mirë dhe më të shpejtë të vendit në BE dhe të gjitha këto iniciativat të këtij viti janë në kuadër pikërisht të kësaj. Patjetër që do të vazhdojnë. Unë bile do të ndaloja pak të përmendja dhe diçka tjetër, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për limitin e keshit që qeveria ka vendosur, por është filluar edhe me detyrimin për bizneset që të pajisen me pikat e shitjeve. Kjo po bëhet në mënyrë graduale. Dhe është falas, apo jo? Për individët po. Ne kemi filluar që në fund të vitit të kaluar, kemi pajisur me pika shitje edhe pagesën e utiliteteve, kompanitë që pranojnë pagesat e dritave, të ujit, kështu që tani edhe për shërbimet utilitare njerëzit kanë mundësi të shkojnë dhe të paguajnë me karta. Në fakt, doja të përmendim pak më shumë për gjithë ata të cilët duam të kapemi tek ata që janë kundra përdorimit të pagesave me pajisjet elektronike dhe me bankat. Të japim disa shembuj të vendeve ku ulja e keshit ka dhënë rezultate të dukshme në ekonomi apo në përgjithësi. Ka disa shembuj të tillë që mund të përmenden, shembullim që është kështu si shembuj librash ekonomie dhe që përmendet kudo dhe gjithmonë është rasti i Kenias me shërbimin M-Pesa, që ishte një shërbim pagesash nëpërmjet celularit. Kenia është një vend relativisht i pazhvilluar dhe në kohën kur këto u futën, flasim diçka më pak se 20 vite më parë, çdo gjë funksiononte në kesh dhe u futet ky shërbim nga një kompani celulare dhe njerëzit filluan të paguajnë njëri tjetrin nëpërmjet celularit. Dërgonin para nga njëri telefon tek telefon tjetër. Dhe ky është një nga shembujt më klasik se si ndikon kjo në ekonomi. Çfarë ndodhi? Ndodhi pikërisht ajo që unë përmenda pak më herët, që tashmë njerëzit kishin akses, kishin një historik, kishin disa të dhëna dhe mund të fillonin ekonomia të rritej, më shumë transaksione, më shumë akses në financim, dhe në një kohë relativisht të shkurtër. Edhe për të aplikuar për fonde të ndryshme, kjo është mjaft e rëndësishme për grante. Për çdo gjë, pra aksesi në financim ka pikërisht, qasja në financim parashikon pikërisht këtë, jo vetëm në banka, po dhe në grante për zhvillimin e bizneseve të vogla. Dhe ekonomia e Kenias në një kohë relativisht të shkurtër u rrit diku me 2% prodhimi i brendshëm bruto i vendit. Kështu që ky është një shembull shumë i mirë se si ekonomia e vendeve në zhvillim apo të pazhvilluara ndikohet nga eliminimi i keshit dhe futja e metodave alternative të pagesës. E njëjta gjë ka ndodhur dhe në Indi, diçka më vonë, diku 10 vite më vonë, por zhvillimi ekonomik është një nga elementet më të rëndësishëm. Që jep direkt. Që jep me njëherë impaktin e vetë. Nga ana tjetër, për të përmendur, është edhe rasti i vendeve shumë të zhvilluara, ajo që unë përmenda vendet nordike ku keshi është eliminuar jashtëmase shumë, dhe shembull të tillë gjenden. Edhe në rajon është filluar, bankat tona si motra në rajon e kanë ulur nivelin e keshit nëpër pikat e tyre në një nivel shumë të konsiderueshëm dhe janë duke synuar zero cash. Do të qëndrojmë tek njëjta temë, por do të shkëputemi vetëm për pak publicitet. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe do qëndrojmë tek rëndësia e pagesave digjitale dhe në fakt eliminimi sa më shumë i keshit në ekonomi për shkak të efekteve negative që rrjedhin më pas. Uroj që ky emision të shërbejë edhe për të ndërgjegjësuar të gjithë qytetarët të cilët kanë qenë skeptik në këtë drejtim. Jam me zonjën Genta Ciceri, drejtore e shitjeve dhe rrjetit të degëve në Raiffeisen Bank Shqipëri, ku dua të shfrytëzoj pak edhe momentin për të pyetur për produktet e dedikuara edhe nga Raiffeisen Bank. Për
të hequr një merak të madh. Thuhet nga qytetarët në komente shpesh që kjo mënyrë na çon drejt një kontrolli më të madh drejt transaksioneve, lëvizjeve. Tashmë çdo gjë do të kontrollohet më lehtësisht. Sa e vërtet është kjo, duke shkuar pra drejt pagesave elektronike dhe bankare? Në fakt jo. Sigurisht ka më shumë transparencë, por nga ana tjetër duhet patjetër të theksoj që bankat prej kohësh tashmë prej vitesh operojnë në kuadrin e rregullores europiane për mbrojtjen e të dhënave. Dhe në këtë kuadër të gjitha të dhënat janë të mbrojtura, është e mbrojtur mënyra se si përdoren ato, si ruhen, edhe si ndahen me palë të treta. Kështu që nga pikpamja rregullatore, kjo është një gjë që tashmë është e rregulluar në vendin tonë. Dhe konfidenciale. Konfidenciale patjetër. Por nga ana tjetër, për t'i shkuar deri në fund heqjes së merakut të njerëzve, sot në botë dhe shumë shpejt dhe në Shqipëri ofrohen produkte të tilla që i bëjnë veprime, transaksionet që kryhen anonime. Të tipit për shembull mund të përdoren kartat e kreditit apo të debitit virtuale, pra pa një emër, apo pagesa digitale të anonimizuara. Pra ka disa mënyra dhe të tjera si këto të cilat njerëzit mund të përdorin në mënyrë që transaksionet e tyre të mos jenë të dukshme, ku po shpenzohen këto para, për çfarë qëllimi etj. Pra bie edhe kjo. Por ajo që është më e rëndësishme është pikërisht kuadri rregullator, që është i qartë dhe strikt. Është i qartë, strikt dhe nuk lë vend për abuzime. Dalemi pak tek produktet që Raiffeisen Bank ofron në këtë drejtim. Raiffeisen Bank ofron një larmishmëri produktesh, të cilat e lehtësojnë këtë proces. Duke filluar nga platforma digjitale, e cila është e vlefshme si për individët ashtu edhe për bizneset. Platforma digjitale Raiffeisen On ofron mundësinë për të kryer të gjitha pagesat që një individ apo një biznes mund të ketë. Për individët pagesa ndërmjet llogarive, bankave, pagesa të detyrimeve, utiliteteve, pagesa gjobash, pagesa telefoni, pra të gjitha këto lloj pagesa në një aplikacion. Ndërsa për bizneset, absolutisht çdo gjë që një biznes paguan, faturat, detyrimet, të gjitha janë të përfshira në platformë, kështu që jep një mundësi për pagesa. Parë dhe nga këndvështrimi tjetër i bizneseve që ofrojnë mallra dhe shërbime nga pikpamja e pranimit të pagesave, dhe aty ne kemi një ekosistem të tërë pagesash që pranojmë. Duke filluar që nga POS-i tradicional, ajo makina tradicionale që prej shumë vitesh tashmë është pothuajse në çdo dyqan, ku pranohen pagesa me kartat e debitit dhe të kreditit në mënyrë contactless, pra nuk ka nevojë, boll të afrosh kartën edhe pagesa kryhet me një herë. Gjithashtu, Raiffeisen ka futur dhe një risi që quhet Raipos dhe e shndërron telefonin celular të biznesit në një pajisje POS. Pra nuk është më nevoja të kesh atë makinetën, të njëjtin funksion e kryen një smartphone që mund të ketë dyqani apo pika e shitjes. Nga ana tjetër ofrojmë patjetër edhe zgjidhje për pagesat online, dhe këtu kemi produktin ton Rai Accept që bën të mundur pranimin e pagesave në platforma online, si në web, ashtu edhe në aplikacione. Pra, duke përmbyllur mund të them që kemi një ekosistem të plot që i përgjigjet të gjitha nevojave që mund të ketë një individ apo një biznes për të paguar pa përdorur kesh. Pra edhe bizneset e vogla dhe të mesme për të lehtësuar kalimin nga keshi në pagesa digjitale kanë mundësi të shumta pranë bankës suaj. Çdo gjë është e mbuluar. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, mjaft sqaruese për gjithë qytetarët të cilët janë përballur këtë vit edhe me ligjin e ri për pjesën e reduktimit të keshit në ekonominë mas, që duhet vlerësuar dhe përqafuar për shkak të gjitha arsyeve që vetë ekspertja na ka renditur në studio. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Pas siglës rikthehemi me një tjetër temë.